Dhe baza kryesore, thash, e kësaj partie është pikërisht ky target i shoqërisë, të cilët nuk besoj që analizojnë kaq thellë. Ata të indoktrinuar politikisht mjaftojnë që të shikojnë partinë e tyre në pushtet dhe kaq. Padyshim pastaj ka elemente të tjerë brenda partisë që janë element njerëz të ftylluar, të cilët analizojnë, kuptojnë, pa që nevoja të bëjnë dallimin midis dy gjeneratave apo dy grupimeve, por thjesht kuptojnë që kur ashtu quajtur i zullum që vetë Rama ka shpikur si term, është trashur kaq shumë, nuk ndjehen mirë në komunitetin ku jetojnë, sepse në fundit edhe ata janë shtetës të kësaj republike, jetojnë në të njëjtat mjedise të ndotëra, i çojnë fëmijët në njëjtat shkolla, shkojnë të marrin shërbim shëndetësor në të njëjtat spitale kështu me radhë, apo u ikin fëmijët jashtë njësoj si gjithë të tjerëve. Ky grupim njerëzish besoj që janë të ftylluar, por nuk di nëse janë të gatshëm të ngrenë zërin për të thënë edhe ata jo thjesht për të stimuluar një ndarje të Partisë Socialiste, por për të qenë një zër kritik në përpjekje për të ushtruar presionin që duhet mbi qeverinë kur historia në ofron fakte të tilla që ne tashmë i dim publikisht. Faleminderit Kikia, Gura për ta mbyllur? Hendeku mes socialistëve dhe kupolës drejtuese të partisë që është Rilindja, që është sekti i Rilindjes, është më i thellë se kurrë. Pra sot... Me i thellë se bloku me... Shumë më i thellë se sa bloku, sepse sot aty ishën atëherë bloku me një nëpunës mesatar të shtetit, edhe me pagat, edhe me mirëqenien e përgjithshme. Sot, kupola drejtuese e Partisë Socialiste është një nga më të pasurat në Europë. Ha më mirë, vishet më mirë. Diferencë afrikane. Bën pushime luksoze, ndërsa socialisti thjesht, socialisti zakonshëm me zi ja del në fund të muajit. Unë shpesh e kam përdorur atë si term se foli dhe mentori pak më parë për pensionistët, pra pjesa e indoktrinuar e shoqërisë. E frikshme statistika që kishit publikuar sot, 29% mbulon pensionet. Por 29% të fundit në Europë. Pra të fundit në Europë me 29% mbulim shpenzime, çfarë mund të jetë ajo 29% që nuk e di fare. Buke kosh. Është as ujë, vetëm ujë, se këta blen nga 1200 lekë një bidon ujë në ditë. Pra, ky hendek është shumë i thellë, nuk ka lidhje midis bllokut dhe shoqërisë së kohës. Sot socialistët nuk marrin parqe fotovoltaike, mund të kenë marrë njerëzit e Fatmir Xhafait, që edhe aludoj pak edhe mentori më para, mund të kenë marrë njerëzit e ministrave të tjerë, ku diun, njerëzit e Belinda Ballukut, por socialistët e thjesht vuaj një lloj shëndetësinë për ilaçe, vuaj një lloj faturat e shtrenjta dritave, këta pensionistët do ta paguajnë ushqimin më shtrenjt, biletat e transportit publik më shtrenjt për shkak të rritjes të naftës, këta që s'përdorin makina, po i kanë dhënë votën partisë se mjafton të jetë logoja e partisë atyre në pushtet. Mendoj që kjo lloj diference dhe unë besoj do ta ketë brenda Partisë Socialiste një zë që ta artikulojnë dhe pastaj se ata e prekin vetë diferencën se sa e madhe është diferenca mes fëmijëve të socialistëve dhe fëmijëve të rilindjes. Pra të kupolës drejtuese, po flas gjithmonë, kupolës drejtuese dhe të atyre organeve drejtuese që ka sot Rilindja Socialiste, e drejtuar dhe u theshur nga Edi Rama. Pra kjo është edhe një parti që e ka në tradit këto frymën e revolucioneve dhe të zemratave, kur diferenca sociale, diferenca ekonomike